E vazhdojmë me diçka tjetër, e që e kemi edhe procesin e deratizimit në Prishtinë, një masë mbrojtëse për shëndetin publik. Këtë kronik apo këtë material për ndryshe na sjell gazetarja jonë Sara Shiu, e cila është merr pikërisht me këtë çështje, ka hulumtu, ka marrë intervista, përgjigjet qytetarëve e shumë çka tjetër, kështu që e ndjekim së bashku. Gjatë muajit prill, Drejtoria e Shëndetësisë ka realizuar procesin e deratizimit në të gjitha lagjet dhe hapësirat publike të kryeqytetit, me qëllim të mbrojtjes së shëndetit publik dhe krijimit të një ambienti më të sigurt për qytetarët. Ky aksion është pjesë e planit të rregullt sezonal për kontrollimin e brejtësve, të cilët paraqesin në rrezik për përhapjen e sëmundjeve infektive dhe mund të shkaktojnë dëme materiale në infrastrukturë. Procesi i deratizimit është realizuar në disa faza, duke përfshirë inspektimin, identifikimin e zonave me rrezik të shtuar dhe vendosjen e kurtheve apo helmimit të kontrolluar sipas standardeve të sigurisë. Drejtori i Shëndetësisë Izet Sadiku ka theksuar se prioritet ju jepet gjithmonë hapësirave si kanalizimet, shkollat, institucionet publike dhe parqet, ku prania brejtësve mund të jetë më e theksuar. Cili është plani juaj i radhës për deratizimin në territorin e Prishtinës? Po, faktikisht deratizimi është një proces që zhvillohet në kryeqytet, qëllimi i cilit është ruajtja e shëndetit publik, duke pas parasysh se përmes këtij na bëhet largimi i brejtësve të ndryshëm, të cilat mund të jenë bash të shumë sëmundjeve ngjitëse. Realisht ne duhet të përmendim se ky projekt për një 3-4 vite në Prishtinë nuk ka qenë ndërprer dhe në nëntor të vitit 2023 ne kemi arritë domosdoshmë që me kthy si projekt, i cili zhvillohet në 2 faza, faza pranverore dhe vjeshtore. Ne këtë vit tash kemi mbaruar, në fakt kemi përfundim fazës pranverore, ku përmes këtij procesi bëhet deratizimi i krejt podrumeve dhe kanalizimeve në kryeqytet dhe përfshin gjitha lagjet e kryeqytetit, bëhet një plan i cili dërgohet njoftojnë qytetarët se lagja është dhe sigurisht që pastaj lagje pas lagje bëhet deratizimi, domethënë gjatë periudhës natës më shumë bëhet deratizimi i kanalizimit, ndërsa gjatë ditës bodrumet. Gjatë kësaj periudhe ne kërkojmë që me bëj bashkëpunim me qytetarët, me na ndihmu ata që ky proces më qenë më i suksesshëm, dhe tash na e përfundojmë sot projektin dhe realisht kemi kërkuar qytetarët një ditë ose 2 lam që nëse ka vërejtje kërkesa të reja, me shku ekipet tona në ato lagje ku mund të ketë kërkesa shtesë, me qëllim që çdo lagje më mbulu, për arsye se qëllimi është që mos me pas sëmundje infektive, të cilat mund barten nga brejtë. Dhe realisht, tu e falenderu edhe këtij veprimi ne kemi të ruajtur në shëndetin publik dhe nuk kemi pas asnjë rast viteve të fundit që kemi pas ndaj epidemi ose ndaj sëmundje infektive që është përhapur numër më i madh i qytetarëve. Pra, fillimisht është bërë një vlerësim paraprak nga ju për zonat më të prekura që janë më të rrezikuara nga brejtësit. Në fakt domosdoshmë ai është plan që bëhet që disa vite në Prishtinë, domosdoshmë dhe përfshin cilat lagje duhet, sidomos aty rëndësi më e madhe kushtohet lagje që janë të banuar, që kanë shumë banim, për shkak të rrezikut më të madh më të madh banore dhe pastaj caktuar të kështu që përfshin gjitha lagjet e kryeqytetit, domethënë ku ka kanalizim, domethënë gjitha lagjet, domethënë por nëse kemi domethënë edhe kërkesa të veçanta në lagje, domethënë që kanë ankesë ose hapësira kena pas vitin e kaluar shumë në Msher, te ajo një lum që është aty domethënë faktikisht kanalizim i lagjes që ka pas shumë brejtëse, ne kemi shkuar të kemi bërë intervenime të veçanta me qëllim që me ul numrin e brejtësve, me qëllim që mos më ardhej te paraqitja ndonjë sëmundje. Drejtoria e Shëndetësisë ka bashkëpunuar gjithashtu ngushtë me kompaninë kontraktuese dhe inspektorët komunal për garantimin e një procesi të zhvilluar në mënyrë efikase dhe pa rrezik për njerëzit apo kafshët shtëpiake. Po ashtu janë ndërmarrë masa për të njoftuar publikun për zonat ku po zhvillohet deratizimi, në mënyrë që qytetarët të jenë të kujdesshëm gjatë kësaj periudhe. A përdoren produkte të sigurta për ambientin dhe kafshët shtëpiake? Sigurisht që po, domethënë është
komponenti cila përmes tenderit kompania cila fiton tenderin do të plotësoj kushtet që janë domthonë që bën specifikat që bën ekspertët, tanë që i kemi kujdesin parsorosh ndësor, ata e përcaktojnë kushtet që do me pas një reagencë dhe materiali tjetër që përdoret, dhe sigurisht që nuk mund me pranuar një kompani që si plotësoj këto kushte. Po, a mund të na tregoni se a janë të mjaftueshëm të informuar qytetarët për këtë dukuri? Ne po mundohemi domthonë përveç që qesëm faqet komunës, domthonë njoftojmë edhe përmes rrjeteve sociale, ose përmes komunikimit me media, domthonë njoftojmë sa më shumë që ata me që tash tjera metoda nuk kemi përveç në rrjetet sociale dhe media dhe faqe, por zakonisht po pesho se gati çdo natë kam ka një postim në Facebook dhe rrjetet tjera sociale me qëllim që qytetarët me marrin informata që po ndodhet procesi, edhe nëse ka ndonjë shqetësim për lagjen e vetme udhëri. Ka pas 2-3 raste që më kanë thirrë, më kanë shkruar doktor lagja jon nuk ka ardha muj me ardhë, ja kam dhënë numrin e telefonit të personit kontaktues dhe pastaj domthonë i shku kanë intervenuar ekipet tonë. A keni ekipe mjaftueshëm për të realizuar këtë proces? Po sigurisht që këta organizon procesin organizon një kompani, domethënë që është përzgjedh, dhe ajo ka ekipe mjaftueshme, ne kemi domthonë 2-3 persona që e përcjellin procesin, domethënë që ndodh dhe deri tash domethënë caktuan diku 10 ditë zgjat këtë procesi dhe ekipet janë mjaftueshme për mbulimin e këtij kërkesave për realizimin e duhur të projektit. Nga ana tjetër, qytetarët e kanë mirëpritur këtë plan të komunës së Prishtinës, tashmë të përfunduar. Është e duhur shumë, po nuk kam fjalë për atë. Mirë është, e qelluar është kjo, po. Jo i qellum, po i tepër qellum, qysh. Me gjithkun veç smunje bin. Se po qysh ja. Qytetarë thamë në të jekë që atë lejmet se mes përgjës për në volë. Ndryshe, deratizimi nuk është vetëm një mas teknike, por një veprim i domosdoshëm për mbrojtjen e shëndetit dhe mirëqenies së përgjithshme të komunitetit.